Blackout. Ajo është sken e tmerrshme. Dhe të ngjit një sken për një periudhë kohe dhe të jep të thot diçka dhe të motivon. Kjo është një nga skenat. Okej. E shohim pak? Do e shohim dhe dëgjojmë Është skena që quhet monologu i Supermanit. Kujdes, është Billy dhe vrasësja, Beatrix. Superman didn't become Superman. Superman was born Superman. When Superman wakes up in the morning, he's Superman. His alter ego is Clark Kent. His outfit with the big red S. That's the blanket he was wrapped in as a baby when the Kents found him. Those are his clothes. What Kent wears, the glasses, the business suit, that's the costume. That's the costume Superman wears to blend in with us. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He's weak. He's unsure of himself. He's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race. Sort of like Beatrix Kiddo and Mrs. Tommy Plimpton. So the point emerges. You would have worn the costume of Arlene Plimpton, but you were born Beatrix Kiddo. And every morning when you woke up, you'd still be Beatrix Kiddo. Oh, you can take the needle out. Are you calling me a superhero? I'm calling you a killer. A natural born killer. Okej. Kjo është ideja atje. Fantastike. Është gjithmonë fantastike. Çfarëdo që të bëj ajo, sado birra të pi, sado të trashet, ajo mbetet ajo që ishte, vrasëse, ai flet për identitetin. Atje, një natural born killer. Superman nuk bëhet dot njëri. Për natural born killer, po ideja është që çdo njeri ka një burim autentik dhe origjinal brenda vetes vet. Ka një njësi që është e pandryshueshme, pothuajse. Se kush ti je? Çfarëdo që ty të ndodhi, çfarëdo kostumi që ti të veshësh, kjo është ideja, sepse Spider-Man i thotë ai më përpara, bëhet Spider-Man, pra vishet. Vesh kostum bëhet Spider-Man, ndërsa realisht është Peter Parker. Po, ndërsa Superman i thotë është Superman dhe përpiqet që të bëhet njerëzor, të veshë një kostum, të vëjë një kollare. Clark Kent është maska. Pra ka lindur ashtu. Ai ka lindur Superman dhe kamuflohet si masa, si turma dhe thotë ajo është mënyra se si ai e sheh njerëzimin. I ngathet, i friksuar. Pra, secili nga neve, kjo është ideja, është fantastike fare. Secili nga neve ka një thelb brenda dhe atë thelbin e vesh me një këmish ose e vesh me një kapuç. Dhe përpiqet që në shumicën e rasteve, njerëzit më të lumtur janë ata që burimin e vet e lënë pa diga fare. Përpiqet që të bëhet pjesë e shoqërisë dhe pjesë e ca normave dhe ca rregullave. Dhe në të bërit kështu maskohet, kontraktohet. Një njeri kontraktuar është një njeri që mund të bëjë edhe dëme. Një njeri i liruar është një njeri që edhe nëse bën dëme, ja gjen vendin, por ama do rikuperoj. Është i liruar. Okej. Me që jemi këtu. Jemi gati për pop quiz tani, do të bëjmë ty pjesë të pop quizit për ditën e sotme, sepse pop quizin e kemi me shkrimtar. Kështu që unë do të bëj ty pjesë të sfidës. Kur unë them pyetja numër 1, ti do thuash pyetja numër 1, Jeri do thotë pyetja numër 1, pastaj Altin do thotë pyetja numër 1 dhe do t'i bijmë atij gongut. Ka pop quizi për ta shpjeguar është i tillë. Kemi sot unë do t'jap shkrimtarin dhe një roman të këtij shkrimtari, nga ju dua vendin ku ky shkrimtar ka lindur ose nacionalitetin, si thua. Komsinë e tij, okay? Kjo është. Dakor. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes dhe mirë se vini në Pop Quiz. Quizi më i lehtë në historinë e radios, që ju mundon shumë dhe ju shpërblen pak. Më falë, që ju mundon pak dhe ju shpërblen shumë. Okej, miqdashur, jemi sot në Pop Quiz këtu në klubin e mëngjesit, si çdo ditë tjetër për një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Luajmë sot në 069 20 70 222. Ju duhet dërgoni përgjigjet tuaja të sakta. 4 janë, shumë të lehta janë, në rast se i dini se nga vinë këta shkrimtar të mëdhenj që do përmendim sot, duhet vetëm kombi i tyre. Luan me ne sot edhe lojër kume. Okej. Kur unë them pyetja numër 1, ti do përsërishësh pyetja numër 1 e kështu me radhë. Atëherë, pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Carlos Ruiz Zafón
dhe romani I tij Hija e Erës vinë dhe ndodhin ngjarjet në këtë vend. Carlos Ruiz Zafón dhe romani I tij Hija e Erës ieri u tregua shumë e shpejt dhe diçka shënoi në letrën që ka përpara. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Haruki Murakami dhe romani I tij I famshëm Pylli Norvegjez, I botuar edhe në Shqip. Nga vinë Haruki Murakami dhe romani I tij I famshëm Pylli Norvegjez. Emri mund ta japi pak. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Shkrimtari Günter Grass dhe romanet e tij Macja dhe Miu apo Vitet e qenit. Nga vinë Macja dhe Miu, Günter Grass dhe Vitet e qenit. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Toni Morrison, romanet janë Sula apo Dashuri. Toni Morrison, romanet janë Sula, Sulejmani. Re Dashuri, nga vinë 069 20 70 222. Ora shënon 9 në këto momente. Ne do të ndajemi miqdashur, do të kthehemi shumë shpejt me lajmet orës 9 e më tej në klubin e mëngjesit. Ma ka hapur zërin? E kam hapur. Se duhet falenderoj edhe Loerin që kishim këtu në studio. Faleminderit ju që më mikpritët. Neve do të mirpresim. Faleminderit. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit.